Ai e morën në burg, vaj më në vitin e që vogli 10 vjeqe veç. Uj ishte 10 vjeqe, I vogli ishte 2 vjeqe, I katërti fëmijë. Vetëm rrugë vetë, pa shtëpi, në një palo kasove, pa buk, pa uj, pa i gjë. Ujnë e marrë në qesme, edhe uj vetëm thaj. Baba ishte martuar 2 herë, kishte 4 fëmijë të parë dhe 4 me të ditën. Të parët ikën, undan nga neve, në lëshuan në rrugë. U rritëm zbathur, zhveshur, pa ngrën, pa pirë, pa asnjë gjë të mirë. Zbathur vejmë në shkollë, zhveshur me fustan me 12 balloma fustanin, me numërojnë shoqet të kishin baballarë. Më mirë mësuesi me vënë i tavolinë dhe ngroj këmbët se vej zbathur një janar në shkollë. Pa gjë. U rritëm, vajtëm nga 14 vjeç, 15 mbaruam shkollën. Dhe të dije të mësoje, s'keshe drejt të studioje. Për sa akuzoi babai? Politikan, thoshin, se ishte kushëri I Kostë aty. Dhe Birasi. S'ka gjë. U bëm nga 15 nga 16 vjeç, të punoj, s'keshim të drejt të vejmë në rini, s'keshim të drejt të vejmë në mbledhje të fundit, s'keshim të drejt të martoheshëm në fshat, s'keshim të drejt të punojmë në fushat e mursis, të punojmë në vrin. Na dërgojtë në vrin nga 15 vjeqe zbathur, të punojmë dhe zhveshur. Kolak na ullin, kolak na ngrijen. Ashtu shkoj kjo jetë. Kur doli babaj nga burku që vajtëm e takojtëm, roj sa roj dhe këtu dhe vate u mbit në liqen të mursis. Edhe doktorat kur erdhen e bën cop, se ishte I deklasuar, ishte I burgos.